Momente kur Albin Shqiptaria ja bën shahmat opozitës. Hajde ta ndëgjojna, pastaj kam të fjalë për këtë pjesë. Unë ju inkurajoj që ashtu që jeni shumë të vendosur për Kosovën, se nuk pranojmë kur gjë që se ka njohjen reciproke në qendër, nuk pranojmë kur gjë që s'është marrëveshje finale, aman që to ja thoni qështu, me të njëjtin zell edhe Eskobarit, jo veç mu. A u thoni? Pra, kur e takoni Eskobarin, paramendoni që e keni Albin Kurtin për para dhe ja thoni qëta fjallë. Shërbim më të madh Republikës Kosovës nuk mundi me i bo. Edhe me dash nuk mundi me i bo. Kur e keni Eskobarin për para, paramendojeni Albin Kurtin dhe thoni Kosova, Republik, marrëveshje, finale, njohje reciproke në qendër, asgjë më pak. Edhe krejt në fund dashur deputet, që kjo asociacioni është asociacion i kryetarit të nderit LDK-s edhe ish kryetarit PDK-s. Kjo duhet me qenë preambula sa herë ta merrni fjalën për asociacionin. Po Albin Shqiptaria pa qa zotin e madh këta nuk janë gjendje me ja thonë hello, edhe na e fjala për shëndetje lemo me ja thonë këto fjallë. Sepse janë tuza, janë dhifqa, janë killona. Kena po për 20 vjetë qeverisje që na kanë bëhe, që na kanë marrua. Prandaj ty të kena besu o kryeministri më i mirë në Shqiptari. Sepse e dina që ti mënesh më na udhëhesh në mënyrën më të mirë që ekziston. Nuk e kena lënë dorë të Hikmetës, dorë të Lumirës, e në dorë të Vjosës. Sepse i vetmi jetë ti që na udhëhesh në mënyrën më të mirë që ekziston.